Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Ministri për çështje europiane në Republikën e Maqedonisë së Veriut është optimist se brenda vitit do të bëhen ndryshimet kushtetuese që të japi rrugë procesit të integrimit të vendit. Vendi tonë ju dha dritë e jeshile për zbatimin e agjendës reformuese, duke u bërë i pari që përfitoi këstin e parë të financimit nga plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, deklaroi Orhan Myrtezani. Sipas tij, në këtë moment është me shumë rëndësi zbatimi i suksesshëm, sepse kjo lufton euroskepticizmin dhe rrit besimin e qytetarëve në procesin eurointegrues edhe në sistem, që ky sistem mund të sjellë antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, madje është sinjal shumë i qartë dhe për të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, sepse ne po dëshmojmë që mund të sjellim reforma që mund të arrijmë rezultat, tha ministri për çështjet europiane Orhan Myrtezani. Ai shpreh optimist që brenda vitit do të realizohet dhe kushti kryesor i vendit do të bëjë ndryshimet kushtetuese, ndërsa me hapjen e negociatave, Republika e Maqedonisë së Veriut do të ketë gjasa reale të përmbyllë ato bashkë me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Askush nuk mund t'i garantojë Maqedonisë së Veriut se nëse e ndryshon kushtetutën tani, nuk do të ketë më pengesa në rrugën europiane, tha komisionera europiane për zgjerimin Marta Kos në intervistë për Agjencinë Europiane të Lajmeve. E kuptojnë që ndryshimi i kushtetutës nuk është një pyetje e lehtë. Ne gjithashtu e kuptojmë se është shumë njerëzore dhe kuptueshme që vendi juaj dëshiron të ketë garanci pas gjithçkaje që ka kaluar. Nuk mund të ketë garanci, por ajo që pres nga të gjitha shtetet anëtare, kur ka çështje dy palëshe, është që diskutimet të zhvillohen me mirëbesim dhe me vizion për të arritur një kompromis, tha Marta Kos. Ai shtoi se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes dhe personalisht do të niset për në Sofje për të takuar me të gjithë politikanët bullgar dhe më pas do të kontaktojë dhe me politikanët në Shkup. Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bën thirrje institucioneve të plotësojnë bëshllëkun ligjor të krijuar nga gjykatat duke shfuqizuar dispozitat e disa akteve ligjore dhe neligjore që kanë të bëjnë me punësimin e pakicave etnike jo shumicë. Ai kërkoi që ky bëshllëk të plotësohet në një kohë sa më të shkurtër dhe me një ligj të përshtatshëm. Në një vlerësim të punës së bërë të vitit 2024, Serzi Beri tha se pajisja me pasaporta ishte problemi më i madh për qytetarët e Maqedonisë së Veriut në gjysmën e parë të vitit 2024. Krahas asaj, qytetarët kanë bërë ankesa për shkelje të drejtave në marrëdhëniet punës, si dhe në fushën e urbanistikës dhe ndërtimit dhe ndër të drejtat e konsumatorëve. Problemi më i theksuar ishte problemi i faturave të larta për energji elektrike të konsumuar. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet të angazhuar në luftën kundër korrupsionit. Në konferencën rajonale Integriteti Global në rrethim Inovacion kundër pushtetit të palishëm, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, i ngarkuar për politikat e qeverisjes së mirë, konfirmoi përkushtimin e qeverisë për luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve demokratike. Arben Fetaj theksoi se korrupsioni përbën kërcënim serioz për zhvillimin demokratik dhe stabilitetin institucional, duke përmendur se vetëm 18% e masave të planifikuar antikorrupsion janë zbatuar gjatë vitit kaluar. Fetaj njoftoi rifillimin e dialogut të strukturuar ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, përmes krijimit të Këshillit për bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë civile dhe përfshirjen e një përfaqësie të saj me të drejtë vote në trupin ndërinstitucional për koordinimin e luftës kundër korrupsionit. Politik. Alianca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut do të dalë me kandidat më vete në listat për këshilltar. Vendimi është marrë pas më shumë se 3 orë të mbledhjes së kryesisë së aleancës. ASHE-ja definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të del me listat veçanta për këshilltar komunal. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partitë tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellë. Dhe ASHE-ja prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për Shqiptarët në të gjitha detet. Megjithatë, kjo forcë politike mbetet të hapur për bashkëpunim për kandidatët për kryetar të komunave. Për kandidat për kryetar komunash jemi të hapur për biseduar dhe e shohim si ebe. Kryesia e Aleancës njoftoi se do të vijojnë të jenë pjesë e koalicionit qeverisës vlen me partitë e tjera shqiptare. Aleanca për Shqiptarët u mundua në këtë periudhë që të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlen të jenë sondazhe dhe anketa. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlen dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlen dalim humbës. Koalicioni Vlen përfundimisht ndahet nga Aleanca për Shqiptarët për zgjedhjet e ardhshme vendore. Kryetari i Lëvizjes Demokratike tha se është konstatuar vetë përjashtimi i Aravarit nga koalicioni.
Në një konferencë për shtyp, Izzet Mexhiti tha se shkak është bërë vendimi i aleancës për të garuar në zgjedhjet lokale me lista të veçanta për këshilltar të komunave. Në asnjë mënyrë pra nuk ka pas në asnjë moment pra vendim nga një parti politike me domethënë të shkon veç dhe tjera të shkojnë bashkë. Me atë ai u largu, ai dëshmoi që është në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, ai domethënë don ta luajë rolin e viktimës. Ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga vleni. Krahas asaj, Mexhiti deklaroi se të gjithë anëtarët e tjerë të koalicionit do të kërkojnë vota në zgjedhjet vendore me lista të përbashkëta për këshilltarët dhe kryetarët komunave. Mexhiti u bëri thirrje votuesve të aleancës të distancohen nga, siç tha ai, politika përçarëse e Taravarit. Me këtë rast, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve, simpatizantëve, votuesve dhe funksionarëve të aleancës për shqiptarët, që të distancohen nga politikat e përçarjes të zotit Taravari, e sponsorizuar nga BDI-a dhe oligarkët tjerë, dhe të qëndrojnë në koalicionin e ndryshimit, sepse vjeshta sjell një fitore të re dhe një skenë të re politike. Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët deklaron se nuk do të bie pre provokimeve të ish bashkëpunëtorëve të koalicionit Vlen. Pas konferencës për media të koalicionit Vlen, në të cilën ata deklaruan se Aleanca për Shqiptarët është vetë përjashtuar nga ky koalicion dhe se po i shërbejnë rikthimit të BDI-s, Arben Taravari tha se nuk do të bie pre provokimeve të atyre që duan spektakël politik, mirë po do të qëndroj mirënjohës ndaj çdo partie me të cilën kanë bashkëpunuar. Nuk do të thotë se bëjmë një rrugë të ndryshme dhe kthehemi papritur në të padëshirueshëm. Politika e lodhshme e fajësimit dhe thashë themeve është e vjetër, shkruan mes të tjera Arben Taravari. Aktualitet. Ministri i Brendshëm i Republikës Maqedonisë së Veriut në një dalje për media duke folur për zgjerimin e hetimit për tragjedin e Koçanit, tha se ligji vlen për çdo që bën gabim. Toshkovski tha se nuk do të lejojnë që ky hetim të jetë në ndikim në politikës. Do të vazhdojmë të punojmë dhe më tutje, tha Pancho Toshkovski, ministri i Punëve të Brendshme i Republikës Maqedonisë së Veriut. Prokuroria Publike deklaroi se 4 persona janë në paraburgim, 6 në arrest shtëpiak, 8 me masë për mbikëqyrje. Ky është përfundimi i hetimeve për tragjedinë e Koçanit. Organi akuzës njoftoi se do të caktohet masa edhe për ish ministrin e ekonomisë Driton Kuçi, i cili është ambasador në Norvegji. Disa nga të dyshuarit e rinj kanë qenë zyrtarë dhe në pozita drejtuese në institucionin që nga viti 2012, ndërsa krye prokurori Lupço Koçevski thotë se po bëjnë analiza nëse ka pasur mangësi që nga fillimi i punës së klubit. Me shumë kritika, Koçevski u drejtua drejtorëve të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Për ministrat e ekonomisë setohet nëse kanë dhënë licenca pa kushte të plotësuara, por mes tyre nuk është ministri aktual. Masa ka dhe për 2 ish drejtorë të inspektoriatit të tregut, por jo për atë aktualin, për shkak se hetimi ka përfshirë vetëm ata që ishin në krye të institucionit në periudhën kur klubi ka funksionuar me licencë të falsifikuar. Hetimi për Koçanin nuk ka përfunduar dhe me të mund të përfshihen dhe në punës policor. Këtë e paralajmëroi ministri i Punëve të Brendshme Pancho Toshkovski, i cili tha se 7 punonjës policie janë parashtruar për kallëzime penale, por nuk saktësoi se për kë bëhet fjalë. Hetimi nuk ka përfunduar për secilin që do të gjendet provë se është i përfshirë në ndonjë mënyrë me ngjarjen penale juridike nga aspekti i plotësimit të elementëve të veprës penale konkrete do të procedohet, tha Toshkovski, ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin se hetimi për tragjedinë në Koçan po zhvillohet nën presion politik. Nga Partia Ali Ahmeti vlerësojnë se heshtja e institucioneve flet më zëshëm se çdo vendim. U soll një vendim që pothuajse të gjithë të ndaluarit të lirohen nga paraburgimi aktiv, përveç Kreshnik Bekteshit, i cili vazhdon të mbahet në paraburgim, një person që prej kohësh është në shënjestër të akmarrjes politike. Kjo tashmë nuk është çështje individuale, por është një model i rrezikshëm i drejtësisë selektive që po shndrohet në instrument për presion dhe eliminim politik, deklarojnë nga partia më e madhe opozitare në Maqedoninë e Veriut. Ekonomi. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin se hetimi për tragjedinë në Koçan po zhvillohet nën presion politik. Nga Partia Ali Ahmeti vlerësojnë se heshtja e institucioneve flet më zëshëm se çdo vendim. U soll një vendim që pothuajse të gjithë të ndaluarit të lirohen nga paraburgimi aktiv, përveç Kreshnik Bekteshit, i cili vazhdon të mbahet në paraburgim, një person që prej kohësh është në shënjestër të akmarrjes politike. Kjo tashmë nuk është çështje individuale, por është një model i rrezikshëm i drejtësisë selektive që po shndrohet në instrument për presion dhe eliminim politik, deklarojnë nga partia më e madhe opozitare në Maqedoninë e Veriut. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.